Miq, e shtuna erdhi përsëri dhe ne takohemi sërish së bashku në rrëfime me buzëqeshje. Sot është një ditë shumë e veçantë për ne sepse kemi kënaqësinë që për herë të parë kemi të ftuar një mjeke. Kemi këtu mes nesh doktoresh Edona Tafa, e cila është drejtoresh në pranë-qendrës shëndetësore Rethina dhe po ashtu në urgjencën pediatrike në Shkodër. Përshëndetje, shumë kënaqësi që jam pranë jush edhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që pranuat ftesën. Faleminderit. Një grua që ka zgjedhur të shërbejt në vijën e parë të betejës për jetën. Si ndjehesh për këtë fakt? Normalisht kjo zgjedhje patjetër që ka edhe një shkak, kështu që për mua është shumë kënaqësi që bëj ato që kam dashur gjithmonë, edhe që sadopak kontriboj, sepse unë kam pak vite eksperiencë, vetëm 5 vite, por që sadopak kontriboj në punën e përditshme të heronjve të bluzave të bardha. Do doja të flisnim pak për fillimet, për fëmijën tuaj. Si ka qenë ajo, çfarë kujtimesh mbani mend më të bukura? Unë besoj që fëminia, sidomos në Shkodër, është gjithmonë shumë e bukur. Jam akoma pjesë e atij brezi që fëmijën e kanë kaluar në rrugicat e lagjes. Dhe fatmirësisht ka një komunitet shumë i mirë në cilën jo vetëm jena zbavit, kena kalu kohë shumë të bukur, por që edhe kena gjetë miq që tashmë i kena për ta jetën. Pra mbahet prap kontaktit sigurisht në shoqërinë e fëmijës. Patjetër. Çfarë ju ka shtyrë që të zgjidhnit profesionin e mjekësisë, ëndër që në fëmijëri apo vendimi matur? Jo, ishte totalisht ëndër që në fëmijëri. Unë kam pas kontaktin e parë me mjek, pra kontakti ndoshta më i rëndësishëm, se patjetër që kontakte kam pas që më përpara përgjatë fëmijërisë, etapave të ndryshme të kujdesit shëndetësor. E kam pas në moshën 6 vjeçare në një konsult okulistit, pra në një konsult për syt. Edhe mjeku që bani konsulten më la një kujtim aq të bukur që sa unë sot e përmendi, sepse ishte shumë i durueshëm. Unë shkosha atje me një pikpyetje shumë të madhe, ç'a do bëjon aty, pse duhet të shkoj, pse po më çoni, nuk isha as pak dakord për konsulten që do bësha, por gjithë ato sikletet praktikisht u zhduken sa po pash doktorin që është pak kështu vizitat për synin, po flas për veti se unë kështu jam pak sikletshme në fakt, se nuk e din se duhesh me keni sok në që të thonë se për synin tanë normal. Absolutisht bën shumë impakt, edhe bën impakt te fëmia në këtë rast, por bën impakt edhe te prindi. Pra është fjalë me peshë shumë të madhe në momentin kur ti të vendosësh një diagnozë kudo, po aq më tepër te aspekti i syve. Kështu që doktori ishte për mua fantastik. Ishte shumë i durueshëm, edhe çdo proces të vizitës, çdo moment ai më lejoi edhe gati të kisha kohën për me procesu. Edhe besoj që aty kam pas momente që e kam vendosur që duhet bëhem mjeke. Është e rëndësishme të kesh doktorin ose mjekun, le të thojmë, të ëmbël, sepse është dhe më mirë se ta hek frikën. Patjetër. Edhe kjo është detyra jone e parë, që të krijojmë një ambient sa më të ngrohtë, qoftë për fëmijët apo edhe të rriturit, por patjetër për moshat pediatrike. Po. Të flasim pak për studimet, për sakrificat, për kujtimet më të bukura, por edhe ato më të sikletshme të fakultetit. Studimet. Tash ti përmende fakultetin, po rruga për me shku drejt mjekësisë është shumë e gjatë, edhe përgjithsisht fillon që nga viti parë i dytë i gjimnazit, megjithatë unë si në shkollën të vjeçare, si në gjimnaz, për patjetër edhe në fakultet, kam absolutisht fazat e ndryshme gjatë cilave janë formu. Për te i tonë momenteve të bukura, absolutisht ka shumë sakrifica, jo vetëm për profesionin e mjekësisë. Besoj që unë dhe shumë tjerë, edhe ju jeni arrit nga prind me idenë që rruga kryesore dhe rruga më e mirë për të arrit diçka është duke ullë, duke mësu, duke punu shumë. E besoj që kjo është edhe mesazhi më i mirë që kanë arritë dhe vlera më mirë që na kanë përcjellë gjithë prind. Po tjetër, të dashme përmend prind, sakrifica është e të gjithëve, sepse sidomos ato 6 vitet e mjekësisë, çdo provim, çdo gjë e kanë përjetu edhe ata. Stresin e vet. Po tjetër. Do të thënë, sado që tash në një stad tjetër, unë mundohem pak
edhe mos me ja përcjell ato shqetësimet e punës që gjithë i kanë, po që unë sa po shkoj në shtëpi, mundësisht kur përfundoj pjesën e konsultave në pediatri, fillon mami. Kishit në një fëmijë shumë të smur? Si shkoj? Pra, e kanë edhe ashtë po mujtën përfshirja, por... Kanë merakën. Po, tjetër, mundësisht të shi kanë fillu merakën për gjithë fëmijët e Shkodrës. Kështu që është një sakrifis shumë e madhe. Po, këtë e kanë prindrit, kështu që... Po. Në stadet të ndryshme, ato kanë gjithmonë merakë të ndryshme. Jem kurioze të di për ditën e parë në punë. Si e përjetove takimin e parë me një pacient nëse mban mend? O, pa tjetër që mbaj mend. Tani, unë jam diplomu në vitin 2019, edhe për shkak të procedurave, diplomimi një mjekut kalon pastaj në fazën e praktikës përpara licencimit, edhe pra provimit teorik dhe pjesa praktike. Dhe parimisht unë kam fillu punën në vitin 2020, gjithë brezi jem, që ishte viti i Covidit. Edhe unë e mbaj mend shumë mirë se përpara se të filloja punën, ne ishim në mënyrë vullnetare duke ndihmu disa pleq për çështjen e medikamenteve. Edhe aty mu duk shumë e lehtë, në thojza. Po kur shkova aty te qendra shëndetësore, aktualisht nuk punoj më aty, për shkak edhe të një komplikacioni shëndetësor, u detyrova të bëja edhe punën edhe mjekut edhe drejtori i qendrës. Dhe për mu ishte... Për herë të parë. Pa dhe një moment kështu, po si do ta bëj, tek do ta bëj, megjithatë e mira në mjekësi edhe besoj kudo është kur ke ekipe të forta. Dhe unë kam pas gjithmonë fatin që me gjetë ekipe punet, stafi infermierore shumë të mira që më kanë dhënë një dorë shumë të madhe dhe minimalisht më kanë ndihmuar që të kem vetë besimin e duhur për me ja dalë përgjithsisht gjitha punëve me sukses. Por nuk duhet me harru se ne edhe pacientat jena shumë të mirë. Kështu që jena dhe në këtë krah me fat. Cilat janë modelet që të kanë frymëzuar më shumë në mjekësi? Unë mund të qëndroj të modelet e Shkodrës, apo jo? Po, sigurisht. Për te gjithë profesorëve që patjetër një falenderoj, për gjithë modelet, në gjithë vitet, sepse larmishmëria e kontaktit edhe gjithë ato mesazhet e ndryshme kanë bë pjesë të formimit tonë si mjek, po tjetër unë du me falenderu edhe kam shumë të veçantë gjithë stafin e pediatrisë, duke fillu me shefin e shërbimit doktorish Greta Naraqin, duke vazhdu me doktorish Manjula Shporin, doktor Skënderin duken edhe doktorish Valbona me radhë. Janë gjithë mjek që s'par janë shumë human dhe shumë të durueshëm. Kur them shumë të durueshëm, jo vetëm në raport me pacientët, që janë fëmijët dhe janë pacientat më të mirë, por për mua është shumë frymëzim fakti që ato japin një mbështetje kaq të madhe gjithë mjekëve të ri, tu më përfshi patjetër edhe mu. Dhe qasja që ato kanë karqinesh, mënyra se si qëndrojnë krah nesh edhe në një sfidë, po se patjetër edhe gjitha ditë janë të mira. Për mua është shumë frymëzuese edhe është një gjë që unë jam shumë mirënjohëse. Si është një ditë tipike në jetën tuaj si mjeke, që kur zgjoheni nga gjumi e deri kur flini përsëri? Tani dita gjithmonë nis me një zgjim pak të shpejtë edhe të vrullshëm, se unë jam pak gjumashe, por përpiqem shumë që 20 minuta t'ja kursej mëngjesit me mamin, ose qoftë edhe me gjithë familjen, po mami është përgjithsisht më afër, sepse besoj shumë që ajo koha cilësore me familjen nuk duhet me lanë asnjëherë me një anë. Ndoshta ajo çdo ditë, t'jena realista se ka ditë edhe më të vrullshme, por kur mund të kriju mundësia, pse jo? Patjetër, është në kënaqësitë e vogla që ne mundën na mi dhanë prindve tonë për mi kthy pak atë që na kanë bërë për ne. Pastaj përgjithsisht unë jam në qendrën shëndetësore. Unë punoj dhe në shërbimin parësor, siç dhe ju e përmend, ku kam të dyja grup moshat, punojmë edhe me adultët dhe me grup moshat pediatrike, që shkon rreth orës, le themi rreth drekës, rreth orës 3, në varësi të fluksit. Në varësi të ditës pastaj, ose do jem në rikthim të bebat e vegjël të pediatria, ose do jem pastaj në shtëpi, për të vazhdu pas dite me në një angazhim të vogël, qoftë social, qoftë vullnetar, apo edhe pak kohë për vetëm, po tjetër.
të na veçosh pak momentet më të vështira emocionale, që ndoshta kanë qenë vështira për të kaluar. Edhe emocionet bukura, por edhe momente që... Unë të bukura mendoj që i kemi shumicën e ditëve, sidomos pediatria, të dhuron gjatë gjithë kohës. Pra, ne për shembull kemi ditë që fillojmë punën që në drejt kur ne marrim turnin, edhe mund të kemi deri nga ora minimalisht 12, 1 e natës, një fluks pune të logjikshëm, por kur shkojmë aty, po themi rreth asaj orës, edhe ka raste që shohim në një beb të vogël që sa është zgju, aty ike gjithë lodhja. Edhe, po them, momentet bukura ka pa fund. Do kisha dashur me veçu një moment, para rreth 3 vitesh, besoj momenti më i vështirë edhe ndër momentet më krenar. Unë kam pas një periudhë të shkurtër që punoja në urgjencën e adultëve dhe për ata është patjetër shumë e shpeshtë kjo që unë po përmend, po unë për shkak të një periudhe të shkurtër e veçoj shumë, se patëm një rast që ishte infarkt dhe gati arrest kardiak i cili u rikthy në jetë. Edhe aty ndjehesh vërtet që ti ke shpëtuar jetën. Kjo është fal gjithë ekipit të urgjencës, patjetër, por besoj që është në momentet më të veçanta edhe më të bukura deri tani. Pjesën më të madhe të kohës je në punë pranë pacientëve, siç e thatë, po për familjen, shoqërinë, si të del koha dhe për ta? Po. Ti thanë ato ankesat, ti kanë thënë paraprakisht. Tani, përpiqem shumë me thënë drejtën, siç e përmenda, sidomos kërshi familjes, unë jam në një stad tashmë që patjetër është shumë e rëndësishme të rri një farë balance, sepse familja ka nevojë për kohën e vet dhe kështu që përveç aty në mëngjeseve përpiqem që ditën e diel minimalisht të bëjmë një drek apo një moment të përbashkët me gjithë familjen. Shoqëria pastaj ankohet pafund. Por në një pasdite ose rreth fundjavave mundohem edhe ato, po siç e thash, kjo pjesa sociale më merr pak si shumë kohë edhe për shkak të angazhimeve vullnetare, kështu që përpiqem, jo gjithmonë ja dal, po mundohem që gjej një kohë cilësore me ta. A është pak më e vështirë për një grua, le të themi, që të arrijë në këtë profesion, apo mendoni që është e barabartë? Unë mendoj që është e barabartë. Me punë arrihet. Mendoj të jem realiste që vajzat ja dalin në gjithë, jo vetëm punë, po në gjithë specialitetet. Për shembull, di me ju përmend që aktualisht ne kemi 2 kirurgë të reja në Spitalin Rajonal Shkodrës, që po ja dalin shumë mirë edhe janë tashmë krah i gjithë mjekëve dhe ekipit aty. E përmenda kirurgjinë si ndër specialitetet më të vështira, por unë besoj që mjekësia, me thënë drejtën, është një profesion që përtej kësaj lodhjes fizike, mendoj që i shkon më mirë një vajze. Sepse patjetër kërkon një durim që duhet jetë shumë i madh, kërkon një vullnet, por kërkon edhe një farë empatie të karshi pacientit që ke përballë, për me zgjallë fjalë, për me gjetë durimin, shpeshherë me gjetë edhe forcën, përballë shumë situatave, kështu që unë mendoj që ne vajzat jena pak më të favorizuar me mjekësi, edhe pse patjetër mjekët po bëjnë një punë të mrekullueshme. Tani në pranverë, si është situata me virozat dhe çfarë do na këshilloje? Pranvera sjell një farë lehtësimit, krahasimisht me dimrin. Kaluam faktikisht një dimër goxha të vështirë në raport me gjendjet virale. Periudhë shumë. Nuk e di më kur. Kalute nga njëri një tjetri. Po, patjetër fatkeqësisht kena pas shumë rikthime. Sa dhe ne deri diku na priten ato krahat kur shohim që rikthehen situatat për te zbatimit të protokolleve me rigorozitet. Megjithatë, dolme edhe fatmirësisht që e kaluam atë fazë. Pranvera është pak më e sikletshme në raport me alergjitë. Patjetër, qarkullojnë virozat sepse është e pashmangshme për shkak edhe të komuniteteve. Ne kemi patjetër gjithë komunitetet, qoftë në ambientet e punës, qoftë në shkolla, në kopshte, që na sigurojnë që të vazhdojnë virozat, le të themi, po pak më e sikletshme është pjesa e alergjive. Përgjithsisht rastet që janë të diagnostikuara din dhe në raport me alergjitë ne fillojmë para përgatitjet shumë më përpara, qoftë
nanat për fëmijët, por qoftë edhe adultët, pra shmangja aty në alergenëve apo e kontaktit me to, apo në disa raste edhe marrja e medikamenteve si formë profilaksijet. Por përgjithsisht këto kemi problematika. Gradualisht do fillojmë të rikthehen atë virozat e verës me gastroenteritet, megjithatë gjithmonë e rëndësishme është një ushqyerje dhe hidratim i mirë. Si është gjendja e sistemit shëndetësor tani për tani dhe çfarë do doje që të ndryshonte? Unë kam pas fatin, me thënë drejtën, me punu në disa aspekte si që përmena të sistemit shëndetësor. Nga sa unë kam pa edhe nga sa ne takohena dhe bisedojmë shpeshherë në tavolina me drejtuesat e tjerë qendrave shëndetësore, po patjetër edhe me drejtuesat lokal, ka një përmirësim goxhat madh të sidomos të sistemit parësor. Prej viteve është duke ju lënë një le të themi prioritet, pa lënë pas edhe spitalet, qendrave shëndetësore. E kjo në fakt nuk po bëhet mëkat, po bëhet për t'i dhënë një ndihmës dhe spitalit, sepse ka pas një fluks të jashtëzakonshëm spitali prej shumë vitesh, duke na detyruar që në thojza t'i kthejmë qendrat shëndetësore vetëm në institucione për dokumentacione, gjë që nuk është e mirë as për spitalin, nuk është e mirë as për qendrat shëndetësore, as për stafet, sepse në fund të ditës janë infermierë ato që punojnë në qendra shëndetësore, janë mjek, edhe mund të bëjnë po të njëjtën punë për sa i takon sistemit parësor. E për këtë qëllim, tashmani prej vitesh jo vetëm Ministria ka ndërhyrë me ndryshimin e infrastrukturës, minimalisht janë 3-4 qendra çdo vit që po rekonstruktohen në qarkun e Shkodrës, paktën unë flas për qarkun e Shkodrës se atë kam informacion. Nga ana tjetër ne kena tashmë prej 3 vitesh bashkëpunime, sidomos me një projekt të ambasadës zviceriane, duke rrit shërbimet kërshi pacientave tanë, për herë të parë kena shtu në shërbimet tona kujdesin shëndetësor mbanesë. Them për herë të parë me pajisje të reja, me një qasje të re, sepse vërtet ka ekzistuar edhe më përpara, por jo i mbështetur me kaq shumë pajisje. Stafet po ashtu po trajnohen gjithmonë më tepër për patologjitë bazë që duhet me trajtuar një qendër shëndetësore, kështu që besoj që po ecim me hapa të mirë, nëse do arrijmë që vërtet i ofrojmë me kapacitetet tona 100% këto shërbime. Besoj që dhe ne do në jena ma krenarë për punën që bajmë, por edhe spitali nuk do ketë atë ngarkesën që shpeshherë mjekët e reflektojnë. Di që ju pëlqen të ndihmoni të tjerët, kafshët, por edhe ecje në natyrë. Jeni edhe pjesë e ekomendje, apo jo? Po, është shumë e vërtetë. Jam pjesë e ekomendjes për shumë vites edhe jam shumë krenare për atë që ekomendje ka bë. Jo vetëm se jam pjesë unë, por vërtet jam bërë hapa shumë të mëdha. Unë jam angazhu me ekomendjen që në vitet e pare të gjimnazit, mos qofsha gabim, kur sa po kishte nis. Ekomendje ka fillu si formë me promovu Shkodrën, por është ndru më pas, duke u pasuru me shumë elementa. Pra, pjesë e ekomendjes jam jo vetëm unë që jam mjeke, ka punojës social, ka ekonomist, artist, pra është një gamë e gjërë personash, dhe kjo na ka leju që të bëjmë shumë nisma. Unë patjetër, si që përmenda gjatë periudhës së Covidit, veçoj nismat që ka lidhje me mbështetjen e të moshuarve, për ato ka një ndihmës shumë e madhe, edhe në plan afatgjatë për ne ka një rezultat shumë i mirë në aspektin shëndetësor që ato të moshuar mos të dilnin nga shtëpia dhe të shmangeshin kontaktet, pra ato detyrat e vogla t'ja krynim ne. Pjesë tjetër që unë e veçoj shumë është nisma që ne kena në raport me punojësit që punojnë me shërbimet në rrugë. Gjatë periudhës së dimrit që ato përballen me të ftohtin, shpeshherë të rinjtë e gjithë ekomendjes mblidhen edhe i dhurojnë çaj të ngrohtë. Nuk është diçka që ne na kushton, praktikisht nuk na kushton as pak. Është gjest i bukur është. Por për ne është një kënaqësi shumë e madhe. Dhe falënderimet e tyne për ne janë gati tepërta, se është detyrim i joni që ndaj atyne që praktikisht mbajnë qytetin tonë pastër, është një gjë gati detyrim. Nëse do më lejohej, do kisha dashur edhe me ja përcjell gjithë prindërve që angazhimi
nuk ka rëndësi nëse është ekomendja apo një organizat tjetër, do kishte këndër virtytet më të mira që mund t'i japin fëmijëve tyne. Sigurisht. Çfarë pasionesh ka doktoresha Dona? Ndoshta nuk ka shumë kohë, por çfarë do doje të paktën? Atëherë, ne përveç vullnetarizmit nuk do ta cekim më, që edhe mos ta përmendim shumë, sepse besoj që flasin atonismat tona më shumë. Shpesh herë ne preferojmë edhe angazhime sportive, të cilat janë shumë amatore, por me stafin edhe një pjesë të stafit të spitalit, por edhe një pjesë të stafit të qendrave shëndetësore, ne shpesh herë angazhohena dhe bëjmë lojra volejbolli, në disa raste tenisi, por është diçka që na ndihmon shumë, po edhe si formë mesazhit, sepse në fund ditës ne patjetër jena mjek, jena stafe të qendrave shëndetësore apo të spitalit, por duhet që t'i kushtojmë po të njëjtën rëndësi si punës, si shtetit edhe si mirëqenie sociale. Sigurisht. Cili është një zakon apo ritual personal që e keni ju për të ruajtur qetësinë tuaj, për të çlodhur? Koha cilësore, ecjet me familjen janë gjithmonë terapia më e mirë pas çdo dite, jave apo periudhe të lodhshme. Mbyllim me një mesazh për të gjithë fëmijët se si të kujdesen për vete, por po ashtu dhe pjesës tjetër për më shumë besim tek bluzat e bardha. Tani, mesazhet janë patjetër të shumta, por unë do dosha ndoshta edhe më thojza me fol pak në emër të bluzave të bardha, me besimin që t'jemi një ekip. Pra, patjetër ne përballena shumë në urgjencën pediatrike edhe me prindër të shqetësuar, absolutisht e kuptueshme, por për ne ajo që ka rëndësi në plan afatgjat përtej situatave të vështira është që ne dhe prind t'jemi një ekip, sepse mirëqenia e fëmijëve tanë aktualisht është më e rëndësishmja. Në këtë periudhë që ne përballena me gjithë shumëllojshmërinë e sfidave shëndetësore, sidomos te moshat pediatrike, është shumë e rëndësishme që të gjejmë bashkëpunimin e prindve dhe do dosha shumë që prind të gjejnë te ne një dorë ku të mbështeten, por edhe ne të ata si një ekip që ecën përpara vetëm për shëndetin e fëmijëve. Po ashtu të doja që t'jep edhe një mesazh për gjithë të rinjt që duan të vazhdojnë rrugën e mjekësisë, por ndoshta nuk janë të sigurt sepse le të themi është një rrugë që do mund, do punë, është e vështirë. Ky mesazhi pavarësisht se ju më kërkut për gjithë të rinjt, po unë do doja me ia dhënë atyre të rinjve që vërtet e duan mjekësinë. Edhe këtë e them për mjekësinë për gjitha fushat. Besoj fort që ne kena nevojë, siç e thash, për mjek të mirë, po në radhë parë kena nevojë për njerëz të mirë dhe për njerëz të pasionuar dhe që e dojnë atë që bajnë. Pra, nëse vërtet e doni, për mua është puna më shpërblyese dhe më e lumtur, por është për mua sepse unë e du mjekësinë, kështu që mesazhi im do ishte zgjidhni gjithmonë atë që doni ju vërtet me zemër, sepse cilado qoftë fusha, ju patjetër do jeni të suksesshëm, patjetër që do t'ju shijojnë shumë gjatë profesioni juaj dhe do bani me gjitha edhe familjet e juaja shumë krenar. Shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit si ju, ishte shumë kënaqësi me nis fundjavën me buzëqeshje. Unë ta bëj pyetje. Po. Tanë mjekët kaq të bukura janë. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj interviste. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit si ju, është shumë kënaqësi me nis fundjavën, le të themi, me buzëqeshje me ju. Faleminderit shumë për mesazhet e bukura që na dhe. Miq, ne së bashku shihemi të shtunën e ardhshme. Mirupafshim.